Në historinë e një populli, ka njerëz që nuk i përkasin vetëm kohës në të cilën jetuan. Fjala dhe vepra e tyre kalojnë nga një brez në tjetrin, duke u bërë pjesë e kujtesës, kulturës dhe identitetit kombëtar. Një prej këtyre figurave është Naim Frashëri, poeti që i këndoi Shqipërisë, natyrës, lirisë, diturisë dhe dashurisë njerëzore. Më shumë se çdo shkrimtar tjetër i kohës së tij, Naimi u bë përfaqësuesi më i plotë i idealeve të rilindjes kombëtare shqiptare. Përpara tij, letërsia shqipe kishte njohur vepra të rëndësishme, si ato të Jeronin Deradës. Por askush nuk i pasqyroi me aq gjerësi dhe forcë kërkesat e lëvizjes për çlirimin kombëtar. Me krijimtarinë letrare dhe me veprimtarinë patriotike, Naim Frashëri u bë një nga frymëzuesit kryesor të rilindjes. Për këtë arsye, ai u quajt me të drejtë apostull i shqiptarizmës. Vepra e tij nuk pati vetëm rëndësi artistike. Ajo pasqyroi shpresat, idealet, arritjet dhe vështirësitë e lëvizjes kombëtare shqiptare. Rëndësia e saj ishte historike për jetën e mbarkombit. Naim Frashëri lindi më 25 maj 1846 në Flashër. Vendlindja do të mbetej përgjithmonë në kujtesën dhe në shpirtin e tij. Malet, fushat, pyjet do të shndroheshin në burim frymëzimi. Naimi u rrit në një familje të njohur, me tradita kulturore dhe patriotike. Nga kjo familje dolën 3 figura të rëndësishme të historisë shqiptare: Abdyl, Naim dhe Sami Frashëri. Secili prej tyre dha kontributin e vet në zgjimin kombëtar, në mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve dhe në zhvillimin e kulturës shqiptare. Naimi mori mësimet e para në vendlindje. Pikërisht aty nisi të formohej dashuria e tij për gjuhën dhe tokën shqiptare. Në formimin kulturor dhe shpirtëror të Naim Frashërit, luajti rol të rëndësishëm edhe komuniteti Bektashi i Frashërit. Aty mori njohuritë e para të gjuhës persiane, të cilën do ta zotëronte më vonë dhe do ta përdorte në krijimtarinë e tij. Idetë bektashiane të dashurisë për njeriun, vllazërisë, tolerancës dhe afrimit ndërmjet njerëzve lanë gjurmë në mendimin e poetit. Për Naimin, besimi nuk duhej të bëhej shkak përçarjeje. Shqiptarët mund të përkisnin besimeve të ndryshme, por kishin një gjuhë, një prejardhje dhe një atë të përbashkët. Kjo frym tolerance dhe humanizmi do të shfaqej vazhdimisht në veprën e tij, në qendër të së cilës qëndronte bashkimi kombëtar. Pas vdekjes së Atit, familja Frashëri u shpërngul në Janin. Në vitin 1865, Naimi, së bashku me Samiun, nisi mësimet në gjimnazin e njohur Zosimea. Gjatë viteve të shkollimit, mësoi greqishten e vjetër dhe të re, latinishtën, turqishtën, persishtën dhe arabishtja. Jashtë shkollës, mësoi edhe gjuhën frënge. Gjatë viteve të shkollimit, mësoi shumë gjuhë, nga greqishtja e vjetër, te persishtja, arabishtja dhe frëngjishtja. Njohja e këtyre gjuhëve i hapi dyert e letërsisë dhe të kulturës botërore. Ai studioi autorët e lashtësisë, poezinë orientale dhe veprat e mendimtarëve evropian. Ndikim të veçantë patën idet iluministe. Naimi u njoh me mendimin e Voltairit, Rousseauit dhe autorëve të tjerë, të cilët mbronin lirin, arsyen dhe përparimin njerëzor. Kështu, në formimin e tij u bashkuan tradita shqiptare, kultura bektashiane, letërsia orientale dhe iluminizmi evropian. Në vitin 1870, pasi përfundoi gjimnazin, Naimi 24 vjeçar shkoi në Stamboll, së bashku me Samiun. Por kryeqyteti i perandorisë nuk i la përshtypjet mira. Mentaliteti atje binte ndesh me ndjenjat e tij patriotike. I prekur nga sëmundja e mushkrive, ai u detyrua të largohej nga Stambolli dhe të kthehej në Abdhe për klimën malore. Nga viti 1874 deri më 1877, Naim Frashëri punoi si në punës në Berat dhe më pas si drejtor dogane në Sarand. Gjatë kësaj periudhe, Naimi njohu nga afër vise të ndryshme të Shqipërisë së Jugut.
Ai u lidh drejt për drejt me jetën e popullit dhe pa bukurinë e natyrës shqiptare. Por përballë kësaj bukurie, qëndronin varfëria, prapambetja dhe vuajtjet që shkaktonte sundimi i huaj. Këto përvoja forcuan bindjen se Shqipëria kishte nevojë jo vetëm për çlirim politik, por edhe për arsim e zgjim kombëtar. Për të kuruar, Naimi shkoi edhe me një qendër termale pranë Vienës, por kurrë nuk u largua nga çështja shqiptare. Ngjarjet e lidhjes së Prizrenit ndikuan fuqishëm tek ai, duke treguar se shqiptarët ishin gati të mbronin tokat e tyre. Naimi e kuptoi se çlirimi nuk arrihej vetëm me armë. Populli kishte nevojë për libra dhe për të njohur historinë e vet. Në vitin 1880, ai shkroi veprën e tij të parë në gjuhën shqipe, poemthin Shqipëria. Megjithse nuk u botua më njëherë, kjo vepër përmbante krenarinë për të kaluarën dhe dëshirën për ta parë Shqipërinë të lirë. Kur Jani Vreto u lexoi poemën antarëve të kolonive shqiptare të Rumanisë, ajo u prit me emocion të madh. Fjala poetike e Naimit po shndrohej në një thirrje për zgjim, bashkim dhe çlirim kombëtar. Ai punoi për sigurimin e mjeteve të nevojshme për botimin e librave në gjuhën shqipe, hartimin e teksteve shkollore dhe hapjen e shkollave të para shqipe. Naimi u bë shpirti i shoqërisë së Stambollit. Duke përfituar nga detyra e tij në Ministrinë e Arsimit, në vitin 1884, ai ndihmoi në sigurimin e lejes për botimin e revistës Drita, e cila më vonë mori emrin Dituria. Ndër veprat e tij më të njohura janë Bagëtia e bujqësia, Lulet e verës, Historia e Skënderbeut dhe Qërbelaja. Për Naimin, letërsia duhej t'i shërbente popullit, ta ndriçonte dhe ta udhëhiqte drejt rrugës së lirisë. Një nga veprat më të dashura është poema Bagëtia e bujqësia, një himn i vërtet për natyrën dhe atëdheun. O malet e Shqipërisë, e ju o lisat e gjatë, fushat e gjora me lule, që kam dërmond ditë e natë. Ju bregore bukuroshe, e ju lumenjtë të kulluar, quka, kodra, brinja, gorgje dhe pyje të gjelbëruar. Ti Shqipëri, më e pënder, më e të emrin shqiptar. Zemrën ti ma gatove, plot me dëshirë dhe me zjarë. Naimi besonte te mirësia dhe vëllazëria. Dallimet fetare nuk duhej t'i ndanim shqiptarët në rrugën e tyre. Vepra e tij vazhdoi të jetonte në ndërgjegjen e shqiptarëve. Ai u mësoi shqiptarëve ta duan gjuhën e tyre dhe të mos ndahen për shkak të besimit. Naim Frashëri, poeti që e shndërroi fjalën shqipe në dritë dhe poezinë në një thirrje për bashkim kombëtar.